Sot qeveria na ka sjellë këtë pamje. Ky është thelbi i fesadit, të dashurit e mi. Ky është thelbi i degradimit, e i degenerimit, e i shturjes, e i prishjes së institucioneve. Ku Bashkia e Shkodrës edhe qeveria e jon bashkë me një ndërtues na shfaqin këtë krye që i banin. Po ku në pronën e huj? Edhe të del në një për atyre që unë i them portale me paterica dhe të thotë që komunitetet fetare nuk kanë drejt me shuf zanin, ato nuk është pronë e komuniteteve edhe unë e kuptoj se shumë të ramë në Shkodër për një kafshat buk shesin edhe dinin e imanin, e shesin ujnë e ftyrës, ata ne shesin. E thonë edhe një fjali si kjo, që ne gjithsesi e marrim edhe e hedhim te koshi ma i parë që e gjejmë rrugës. Pra, fesadi që është? Fesadi është kur ti jeton në një vend dhe prej aty ku duhet të dalë drejtësia, del zhvatja. Prej aty ku duhet të dalë mirëkuptimi, del grabitja. Prej aty ku ti duhet të kërkosh të drejtën tane dhe të marrësh pronën tane dhe të marrësh të drejtën tane të shenjtë që ta ka dhënë Zoti, e për cilën edhe po të vritesh je shahid tek Allahu subhanahu wa taala, ta grabisin, ta tjetërsojnë, ja japin dikujt të pamundumunit, edhe kështu nis edhe gangrena e fesadit e përfshin realitetin ku ne jetojmë. Pra, një qytet që Allah subhanahu wa taala e ka begatuar me mirësi pafund, mirë po që dora e femuhuesit, e dora e idhujtarit, e dora e njeriu të pa fe, e pa din, e pa iman, e pa moral kombëtar, e pa virtyt kombëtar, e merr edhe e kthen krejt këtë tablo të mirësive hynore në një tablo të grabitjes, e një tablo të shëmtuar, e cila nuk ka asnjë lloj vlere, por për te kësaj e shëmton edhe tablon e mirësive dhe bekimeve hynore. Ne kemi ngrit zanin me të madhe pranë të gjitha institucioneve të dashurit e mi. Po mendojmë me të gjithë stafin edhe këshillin dhe kryesin të bajmë të ndërmarrim një akt që nuk e kemi ndërmarr asnjëherë në jetën tonë. Që me të gjitha xhamit tona e me të gjithë imamët e krejt zonës së Shkodrës të bajmë diçka që nuk është e mirë për Shkodrën. Mirë po është shumë e denjë për vaktin tonë. E me ba atë që është ma e denja për vaktin tonë, ti je fisnik edhe ti je faqebardh. E kemi ngrit zanin në të gjitha institucionet. E kemi ngrit zanin tek qeveria. E kemi ngrit zanin tek të gjitha qeverit, tek gjitha gjykatat, në Strasburg. Edhe jemi përpara këtij fakti, që gjithsesi është i barabartë me fjalën fesad. Fesad. I ngrati ai që vjedh pronën e tjetrit. Nuk ka me i pas bereqet as në dynja as në ahiret. Mortja firmosin presidenti i botës, e kryeministri i botës. As një lloj bereqetit nuk ka prona e grabitun. As një lloj begatije nuk ka ajo çfarë i ke grabit tjetrit. Ka me të metë në fyt ty, fëmijëve tuaj, nipave tuaj, e gjithë atyre që përfshihen, qoftë edhe me një heshtje, a me një lutje koke pa fjalë.